të i treti pa i le të themi konsumuar këto dy hapat e para. Cili është motivi në këtë rast, zonja Kryziu? Flasim për motivin. Ofrimi i nënshkrimeve për Osmanin është çështje e procedurës që duhen dy kandidat për president që të shkohet tutje me seancë, apo është përkrahje për të, për një mandat e dytë? Shikoj, unë po e përsëris edhe një herë që ne nuk i kemi votat as për kandidatin tonë për president. Pra nuk i kemi 80 vota as për Glau Konjufcën. Edhe rrjedhimisht këto 80 vota nuk i kemi as për Vjosën, por ne kemi thënë që nëse Vjosa konsideron, nëse presidentja Osmani konsideron që ka mbështetje dhe këto vota mund t'i siguroj ajo në mesin e deputetëve në Kuvend të Republikës, atëherë ne ja ofrojmë 30 nënshkrime dhe le t'i nënshtrohet procedurës votimit në Kuvend, sepse ndryshe nuk ka se si të funksionojë. Ne nuk i kemi të vota as për Glau Konjufcën. Osmani dhe Konjufca në këtë rast, pra të matën në Kuvend, pak a shumë e thatë edhe në Facebook ashtu. Nuk mund të jetë ndryshe, sepse patjetër duhet të matën dy kandidat. Nuk mund të thirret madje seanca nga kryetarja e Kuvendit në rast se nuk i kemi dy kandidatura. Pra pa që jem dy kandidat për president, as nuk mund të zhvillohet, as nuk mund të nisim procedurën e seancës për votimin e presidentit. Po, se keni kandidu Vjosa Osmanin, sikurse e kandiduat edhe Konjufcën, edhe pse e dini që s'janë 80 vota? Sepse mendojmë që ne duhet të kandidojmë, jemi në orët e fundit, pra të afatit të fundit kur vetë se duhet të ndodhë procedura e votimit në Kuvend, dhe po e përsëris kemi pasur disa tentativa në kuptimin e mundësisë arritjes së një marrëveshje me partitë opozitare, në që të kemi një emër cili do të kenë mbështetje edhe prej deputetëve të tjerë, dhe këtu më duhet ta theksoj një gjë që lëvizja vetëvendosje gjatë këtyre takimeve, disa takimeve që ka pasur pra edhe me liderin e PDK-s dhe me atë të LDK-s, kemi propozuar jo vetëm një emër, por kemi propozuar dy emra si kandidat të mundshëm për president. Pra, jemi munduar gjejmë alternativa që të shkojmë drejt një mundësie për të arritur një bashkëpunim me këto parti politike dhe asnjëri prej këtyre dy emrave ka përfunduar duke mos qenë i pranuar për këto parti politike, që këtu s'na lë të kuptojmë asgjë tjetër pos kësaj që e kemi përsërit ne vazhdimisht, pra që qëllimi është të bllokojnë duke mos marrë pjesë fare në proces. As shoh me diskutimin mbi emrat, as shoh me diskutimin mbi emrat potencial që ata madje mund t'i kenë, sepse ne kemi thënë që në rast se ju keni emra konkret që dëshironi t'i propozoni, na i thoni dhe le të diskutojmë rreth atyre emrave, le të shohim si janë mundësi që ndoshta edhe ndonjëri prej atyre emrave të shkojë përpara. Nuk ka pasur asnjë propozim konkret prej asnjëri prej këtyre dy liderëve. Dhe madje kemi njërin prej këtyre liderëve, pra atë të PDK-s, i cili kërkon 58 vota prej lëvizjes vetëvendosje për ta votuar një kandidat të tyre për president,